Anduena Labani është në studio, kolegja jonë. Mirë se vjen Anduena, kënaqësi të kem studio. Mirë se të gjejna. Eric Wend është kandidati për ambasador, foli për shumë çështje të rëndësishme. 2 ditë më parë foli për SPAK-un, u pyet për këtë institucion dhe po ashtu dha një përgjigje që la të kuptohej që kishte shumë informacione në lidhje me atë se çfarë ndodhte në Shqipëri. Çfarë ndodhte me SPAK-un, ku e konsideroi organizata politike, çfarë ndodhte me krimin, me korrupsionin, me kartelet e drogës të lidhura me Meksikën, si do të luftohen, investimet e huaja. Tha që nuk kam shumë informacione në lidhje me këtë gjë, po nëse do të më jepet mundësia dhe do të zbres në terren, sigurisht që do të mund të mirë informohem në lidhje me atë se çfarë ndodh sa i takon investimeve. Çështja Balluku, imuniteti, po ashtu ka qenë një pikë shumë e rëndësishme. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. A tregoi zoti Wend se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të tërhiqen nga mbështetja që kanë ndaj SPAK-ut? Në qëse do të referohemi asaj fjalës që për cilën ka patur edhe shumë komente dhe shumë analiza që janë për të patur parasysh, për herë të para ai ka përmendur SPAK-un si një instrument kyç në çështjet e sigurisë dhe ka vendosur në qendër të prioritetave. Edhe leximi, nëse do të bëjmë një lexim, le të themi lexim politik të fjalës së tij, zakonisht në diplomaci nuk ka rëndësi se çfarë thuhet, po kush thuhet e para. Dhe ajo çfarë u tha në fjalën e Wend ishte pikërisht që ne kemi një SPAK të pavarur dhe efikas. Çka tregon që Amerika nuk do të heqë dorë nga reforma në drejtësi në Shqipëri. Duke e parë kështu e lidhur kjo edhe me rastet funksionin e SPAK-ut edhe me rast të investimeve të huaja në vendin tonë. Duhet vetëm përmend një fakt që për të gjithë dosjen në lidhje me Shqipërinë, Ballkanin, Kosovën, zoti Wend është informuar pas një pune gati 6-7 mujore të agjendëve të CIA-s, të DEA-s, të cilët kanë qëndruar në Tiranë prej po kaq periudhe kohe. Prej 6 muajsh. Po, kanë marrë informacione të detajuara nga prokuroria, nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, nga shërbimi informativ. Pra nuk bëhet fjalë për një informacion të mefsht edhe të ngushtë, po bëhet fjalë për informacion shumë të gjerë që lidh Kosovën, Shqipërinë edhe madje edhe Maqedoninë. Dhe duke parë që klima është e njëjtë si në Shqipëri, edhe në Kosovë, për çështjen e investimeve të huaja, ku amerikanët kanë ngritur pikpyetjet pse nuk janë investime strategjike amerikane, po janë turke, serbe, ruse, apo ku diun në një origjinë tjetër. Kjo ka bërë që 2 pikat më të forta fjalës së Wend ishte pikërisht siguria dhe mbrojtja ose mbështetja që ata do t'i bëjnë SPAK-ut si një nga çështjet që lidhen me sigurinë. Pra, nuk është parë më SPAK-u si një çështje drejtësie, por është parë si një instrument sigurie. Edhe kjo është ajo që është më interesante, sepse për vite më radh, SPAK-u është trajtuar kryesisht si një instrument kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, betejave të brendshme të politikës. Madje në formulimin amerikan, SPAK po futet në një kategori më të gjerë, siguri kombëtare, stabilitet strategjik. Dhe kjo është mesazhi nënkupton qartë që Amerika ka një ambasador amerikan i cili e lidh SPAK-un me sigurinë. Domethënë nuk po ngre më në nivel drejtësie, nuk po ngre më çështjen në nivelin e drejtësisë, po ngre në një nivel të një partneri strategjik. Tani, nëse do t'i japim atë Cezarit atë që meriton, SPAK-u është kthyer në një instrument strategjik. Për bazohesh përpos këtyre deklarantave që e thua këtë gjë dhe përpos qëndrimit fundit të zotit Wend? Atëherë, në Ministrinë e Brendshme prej më se një viti ke zyrën e DEA-s. DEA-s amerikane, e cila për gjithë ata që nuk e din, heton çështjet e trafiqeve të mëdha të drogës. Tjetër, kemi shtetas amerikanë të cilët janë me zyra permanente në SPAK, të cilët informohen për çështje që lidhen me sigurinë kombëtare, me investimet, me PPP-t. Kemi deklaratën e ambasadës amerikane të para 7 muajve
kur merë përsipër që të gjitha investimet PPP që do të merren tashmë do të hipen nga qeveria shqiptare, investimet e huaja do të kalojnë më parë në filtrin e tyre dhe më pas do të kalojnë në vendim të qeverisë. Pra kjo tregon që është bërë një, le të themi, një rotacion i madh në lidhje me të gjithë funksionin që do të ketë Amerika me ambasadën diplomatike, por edhe SPAK-u me fuqinë e ligjit edhe me atë të parandalimit. Dakor, pra unë nuk kuptuaj që nuk është se ka një politik tjetër në adres në drejtim të SPAK-ut, pra politik tjetër kanë fjallën për politikën e Donald Trumpit e krahasuar kjo me presidentin, ish presidentin Joe Biden. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën linjë në raport me drejtësinë në Shqipëri. Nuk jemi pothuajse në të njëjtën linjë, di pse jena, sepse për shembull në periudhat më pashme, SBA-t kanë patur në artikulim gjithmonë shprehet reformë drejtësi, luftë kundër korrupsionit, konsolidim demokratik. Sepse këtu kishim problemet me partitë. Tani, rinditja, nga fjala e Wend, vjen ndryshe, vjen siguria, vjen krimi organizuar, që ka tregon që informacionet më përparësi lidhen me këto vepra penale, është korrupsioni në rrezik për sigurinë e vendit, pastaj janë dhe investimet e huaja. E kuptoj. Do të thënë kjo e ndryshon komplet edhe analizën e gjës. Investimet e huaja, mu kujtuaj një pyetje tani, referuar investimeve të dhëndrit të Donald Trump, do të ndikojnë një farë forme në rregullimin e marrëdhënieve ose çuarjen përpara të marrëdhënieve akoma më të mira, sepse nuk e dim eksaktësisht si janë marrëdhëniet mes tyre të zotit Rama me SBA-n, me Donald Trump? Ai e përmendi dhe u diskutua në fakt edhe në fjalën e tij. Po, u përmendën pjesa e investimeve. Po, më thënë, e lidhi klimën e biznesit dhe investimeve amerikane. Apo kjo nuk ka lidhje fare dhe nuk është se ka ndikuar në një farë forme në rregullimin e raporteve të zotit Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjet e tij? Unë nuk besoj që kjo do ketë një ndikim, sepse në fjalën e tij Wendi dhe SBA thonë që lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm çështje burgjesh. Kupton, nuk është apo hetimesh që mund të merren përsipër. Po është krijimi i një terreni të paparashikueshëm investime. Çka tregon që përkthimi politik në këtë rast është shumë i thjeshtë. Nuk ka investime strategjike të sigurta, nëse nuk ekziston perceptimi i kapjes së shtetit. Pra ne kemi kapje shteti. Nëse ne flasim për një rast investimi të zotit Kushner në Shqipëri, unë nuk besoj që ka pas ndonjëherë kundërshtime Shqipëria që amerikanët vinë të investojnë në Shqipëri. Problemi është që ne kemi raste kur investimet amerikane janë hedhur poshtë ose nuk janë pranuar dhe janë futur investimet të tjera. Po flas në fusha domethënëse, energjia, gazi, domethënë gjëra të cilat sot Porto Romano është një tjetër investim i diskutuar shumë që lidhet me çështjet e sigurisë. Nga ana e zotit Wend që ka një lloj domethënie dha shumë mesazhe për politikën zoti Wend? Dha shumë sepse fiks është ajo që thuat që lidhet drejt për drejt me interesat amerikane, me portet, me korridoret infrastrukturore dhe me bashkëpunimin ushtarak. Janë gjëra të cilat ne dim shumë mirë se në cilin shtet kanë shkuar këto llok mamishi. Kujt janë dhënë dhe për çfarë interesash janë dhënë. Dakor, të mirë, do ta shohim se çfarë do ndodh me zhvillimet më tutje. Zoti Wend ende nuk është miratuar si ambasador i Shqipërisë, po sigurisht pas ka shumë kohë besoj duhet Shqipërisë një ambasador mirëfilli të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta do të mund të ndryshonte diçka me ardhin e tij. Po tani, përderisa një ushtarak vjen, nuk kuptohet edhe fakti që Shqipëria duhet bëhet gati për luftë, në sensin që vjen një general i përmasave. Jo, politika duhet bëhet, se ne s'kemi çfarë luftojmë. Absolutisht po, mos harrojmë që për shembull në këto momente që ne flasim, 3 prokurorë të SPAK-ut prej më se 1 muaji qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tu trajnuar, instruktuar, formuar apo ku di unë, në lidhje me çështje konkrete. Çka tregon që prandaj ta thash që amerikanët nuk kanë hequr dorë nga SPAK-u apo nga reforma drejtësie. Okej, më le të bëj një pyetje sa i takon çështjes Smeta, çështjes Veliaj, dosje të nxehta këto, të cilat në fakt janë diskutuar hera herës. Çfarë ndodh me çështjen Meta edhe po ashtu me çështjen Veliaj? Janë këto dy çështje të ngjashme njëra tjetrën? Nuk janë të ngjashme, vetëm titulli zyrtar të lartë mund të bashkojë këto dy dosje, sepse zoti Meta ka tjera hesape me drejtsinë dhe zoti kryetari i bashkisë në detyrë
Zoti Veliaj ka tjera e sape në detyrë. Në burimet e mia, në informacionet që unë kam, ndaj Zotit Meta do të ketë akuzat e tjera, të cilat SPAK-u është duke punuar dhe duke mbledhur informacion në lidhje me veprat të tjera të rënda penale. Kështu që këto ja rëndojnë pozitën, Zotit Meta. Po sigurisht që do t'ja rëndojnë pozitën, sepse bëhet fjalë për dëshmi të siguruara nga personazhe të botës krimit, të cilat do të pyeten për llogaritë të SPAK-ut në çështje apo në fraksione të tjera për zotin Meta. Ndërsa për zotin Veliaj, edhe pse sot që flasim, zoti Veliaj ka 13 akuza, për cilat prokuroria e posaçme ka punuar vite për t'i argumentuar ato me fakte dhe me prova, sepse është çështje procesi tani. Mos harrojmë që një tjetër fraksion ndaj zotit Velia ka lidhje edhe me familjarët e tij, edhe me kompani të tjera, të cilat tregojnë për lëvizje monetare parash në mënyra të dyshimta, për cilat do ketë hetim dhe konkludim. Janë këto çështje që do zgjasin në kohë dhe janë të ngjashme sa i takon kohës. Shumë informacione kanë që ndoshta zotit Velia mund t'i lehtësohet akuza, pastaj dëgjojmë rastin që t'i therë, zotit Meta do t'i dalin çështje të tjera të rëndësishme në dritë që mund të rëndojnë pozitën. Sa të vërteta janë këto informacione? Atëherë, është çdo gjë është mediatike. Domethënë, në shumicën e rasteve flasin o njerëz që kanë interesa ndaj personazheve në fjalë, ose avokatë mbrojtës të cilët po ashtu kanë interesat e klientëve të tyre. Në asnjë moment nuk është thënë që pozitat ligjore të dy ish zyrtarëve do të lirohen edhe do të lehtësohen në një formë. Si mund të lehtësohen? Okej, unë nuk kam informacion për këtë gjë. Nuk mund të lehtësohen. Edhe fakti që përpiqen që të nxjerrin që një proces duhet jetë i hapur, duhet jetë me kamera, duhet japin intervista e tjera, këto janë gjëra që nuk kanë ekzistuar më përpara dhe nuk mund të ekzistojnë në një proces hetimi. Është tjetër gjë pastaj kur çështja merr formën. Nuk duhet të jetë i hapur, po thuati? Jo, në çështje hetimi jo. Pra në rastin e zotit Meta nuk duhet ishte i hapur. Pse? Cënon hetimin e kësaj çështje, cënon ecurinë e gjithë procesit? Apo kjo nga në rastin e dy personazheve të njohur, flasim për zotin Meta dhe zotin Veliaj, po bëhet për të përdorur si një show politik që mund t'i ndihmojë nesër në gjithë të proces? Patjetër që po. Patjetër që po. Domethënë ka zëra të cilat hedhin pikërisht këto aludime për të bërë çështjen edhe më të rëndë në pjesën e trajtimit. Po në fakt, unë nuk besoj që këta zyrtar kanë një dallim nga shtetas të tjerë që kanë po të njëjtat akuza në burgje. Mbase mund të jenë zyrtar pak më të vegjël, por nuk ka dalë njëri të thotë që pse këta se japin intervista dhe pse s'futen kamerat në përgjigje. Sepse në proces hetimi i pandehuri apo i jetuari ka disa kufizime. Në momentin që pastaj procesi merr formën e prerë, është tjetër gjë. Sa i lishëm është qëndrimi në paraburgim në një afat të pacaktuar, si kundër po ndodh me zotin Meta dhe zotin Veliaj, në një kohë që mund të hetoheshin edhe në gjendje të lirë, duke i kufizuar disa liri të tjera, si kundër po ndodh për shembull me çështjen Balluku, mosdalja jashtë vendit, sekuestrimi i pasaportës, apo nuk e di pika të tjera të rëndësishme që mund të ndikonin pastaj tek hetimi dhe i bënin ata që të ishin më të qetë për shumë arsye. Është i lishëm ky qëndrimi në një afat të pacaktuar në paraburgim, menduara? Çdo gjë ka fatet e veta. Se shumë e kanë interpretuar si një gabim të madh të shtetit që duhet ndryshuar në fakt. Nuk besoj që është gabim i shtetit, ky është vlerësimi i prokurorit të çështjes. Ai e ka vlerësuar që këta dy zyrtarë të qëndronë në masë sigurie ekstreme. E kuptoj, po sipas statistikave ka shumë të paraburgosur sot që flasim në Po sistemi ynë ka patur këto probleme. Në paraburgimet tona dhe kjo është një Nuk është se kemi sot me zyrtarët këtë problem. Nuk është një shqetësim kë? Jo, shqetësim ka qenë shqetësimi i ndërkombëtarëve, i raporteve që merren me drejtat e njerëzit, me drejtat me avokatin e popullit, gjithmonë ka qenë. Çështja është sa kanë reflektuar. A sa ka ndryshuar kjo gjë? Duhet të ndryshoj? Patjetër që duhet të ndryshoj. Patjetër që duhet të ndryshoj. Dhe në rastin konkret, nëse prokurorët kanë vendosur që këta dy zyrtarë të qëndrojnë mas sigurimi, apo zonja Balluku të qëndrojnë mas lirimi, janë parë disa argumente, siç është parë dhe për zonjën Xoxa, siç është parë dhe për zonjën Kryemadi. Pra, janë parë të arsyeshme vlerësime më të buta në qëndrimin apo në Çfarë arsye kanë dalë për të patur disa vlerësime më të buta në raport me zonjën Balluku? Me zonja. Sër zonjë?
Mbase, por, nuk besoj që, shikojna, ka dhe një moment që njerëzit nuk e din, sepse nuk kanë se ta din. Prokurorët kanë shumë metoda të specifikuara të hetimit të personave të rëndësisë së veçantë. Duke i lënë të lirë, mund të kapin shumë herë më gabim. Dhe duke i patur në masa sigurie të izoluara, mund të kushtozojnë shumë fakte dhe provat e tjera që mund të jenë shumë herë më të rëndësishme nga çfarë kanë. Kështu që duhet parë kjo gjë. Çështja e prishjes së provave sa është e vërtetë edhe nuk është e vërtetë. Nuk besoj që zonja Balluku tani për momentin është duke prishur prova. Jo, ka kaluar shumë kohë, nëse janë prishur që në fillim s'ka çfarë prishur. Ajo që unë di është që për ndaj zonjës Balluku shumë shpejt do të ketë akuza tjera shumë herë më të rënda. Kështu që puna për hetimin e saj është hapur dhe në gjëra të tjera. Nuk kemi më vetëm tek shpërdorimi i detyrës, tek 2 rrugë apo 2 projekte të dhëna 2 biznesave. Këtu kemi të bëjmë me lidhje të fuqishme, shpesh herë të errta, me personazhe të botës krimit, kemi të bëjmë me transferta parash në mënyrë të pakontrolluar, kemi të bëjmë me transferime parash nëpër banka në mënyrë ilegale, pra duhet parë si kush është roli i zonjës në fjalë dhe kush është roli i personave që kanë pas interes ta bëjnë me të. Kur thua shumë shpejt, sa shpejt do të mund të marrim ne të tjera zhvillime në raport me dosjen Balluku? Ajo që unë di është që drejtuesi i ri i SPAK-ut, Klod Braho, nuk ka pranuar që SPAK-u të veprojë më në kushtet e një show. Pra, nuk kërkon më arrestime të bujshme, operacione të bujshme, nuk kërkon më nxitim në çështjet që kanë nevojë për argumentim dhe për provim të fakteve, kështu që gjërat janë marrë më me nge, në sensin e provimit të faktit që nesër SPAK-u mos tjetë më i anatemuar apo i atakuar nga politika që dihet tashmë në Shqipëri, që është ose je një instrument që nuk i barespeshon palët, ose je një instrument i pakapshëm apo i pakontrollueshëm. Anduana, shumë faleminderit për analizën në studio. Azilina Detyra. Kënaqësi gjithmonë. Mirë, bëm një shkëputje publicitare, jemi në pritje të daljes së zotit Berisha.